dhe multimilionerit që e ndihmoi Trump të vinte në pushtet në zgjedhjet e 5 nëntorit 2024, Elon Musk. Deri më sot Elon Musk ka qenë krahu i tij i djathtë, ka qenë në krye të departamentit të efikasitetit shtetëror me qëllim reduktimin e shpenzimeve publike mbi këqyrjen e administratës amerikane të shpenzimeve dhe institucioneve të tjera. Sot jemi në tjetër situatë. Çfarë po ndodh mes të dyve? Çfarë po ndodh me këtë ligj që është ndruar, siç e thash, në një mollë sherri? Do ta shohim më pas, por do të shkojmë, siç e thash, edhe në Turqi. Kemi të bëjmë me dy çështje, njëra lokale e brendshme, tjetra ndërkombëtare. Në Turqi, që nga marsi i këtij viti ka filluar një val arrestimesh. Filloi me arrestimin e kryebashkiakut Imamoglu të Stambollit në mars dhe vazhdon me val të ndryshme në përbashki të ndryshme të vendit. Çfarë po ndodh me opozitën turke? Ku po e çon vendin ky proces? Çfarë do të bëj aktualisht Erdogan ose çfarë po bën? Do ta diskutojmë edhe këtë çështje, por nuk do të lëmë njalë edhe ambicien e Erdoganit për ta shndruar vendin e tij në një qendër të diplomacisë botërore, duke qenë se brenda disa ditësh është organizuar në Stamboll takimi midis rusëve dhe ukrainasve për të gjetur mundësinë për të bërë paqe pas 3 vitesh luftë. Mirë, do ta nisim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe un kam kënaqësinë të kem në fakt pas 2 muajsh mungesë zotin Nikola Kedi. Nikola, kënaqësi që të kam sërish. Përshëndetje Dori, kënaqësi edhe për mua. Atëre, 2 muaj më parë folëm për Trump dhe për Musk, për planin e tyre të përbashkët për ta rikthyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës në masën reale. Sigurisht që kemi të bëjmë me një rrugtim, me një proces të gjatë, jashtëzakonisht të vështirë, gjatë të cilit mund të ketë edhe përplasje, mund të ketë ndarje, mund të ketë largime. E rëndësishme është të mos kthehesh pas, por të ecësh përpara gjithsesi. Dua ta hapim diskutimin ton apo le të themi tentativën për të sqaruar publikun e syrit botës me ligjin i bukur dhe i madh apo i madh dhe i bukur që duket se është ndruar, siç e thash, në mollë shenjë midis Trumpit dhe Muskut. Për çfarë ligji bëhet fjalë? Po, presidenti Trump ka pasur një ndër premtimet kryesore të fushatës së tij, ruajtjen e uljes së taksave që bëri në vitin 2017. Ulja e taksave që u bë në atë kohë nga Kongresi i kohës kishte një afat skadence dhe afati skadencës është viti 2025. Në mënyrë që mos të kishte një rritje taksash, pasi të skadonin kjo ulje taksave e vitit 2017, presidenti Trump përfshiu këtu bashkë me disa prej prioriteteve të tij të tjera, siç ishin përfundimi i murit me Meksikën, në kufirin e jugut me Meksikën, deportimet që ai po bën, financime të tjera të disa prej prioriteteve të tij, i futi të gjitha në këtë që ai e quan Big Beautiful Bill, pra projekt ligji i madh dhe i bukur, sepse përfshin këtu të gjithë prioritetet që ai ka pasur deri më sot. Për shkak edhe të një teknikaliteti në Senat, që atij nuk i duhen 60 mandatet që do kërkonte një negociat më të madhe me demokratët, kalojnë në atë që quhet procesi i rikoncilimit. Dhe ndaj ka futur në këtë ligj, që kërkon thjesht një mazhorancë prej 51 votash në Senat. Nga ana tjetër, ka një diskutim këtu sërish mes ekonomistësh dhe mes disa prej think tankeve kryesore në Shtetet e Bashkuara, nëse rritet apo jo deficiti buxhetor dhe nëse rritet apo jo borxhi. Disa përllogaritje thonë që rritet me disa trilion për gjatë 10 viteve të ardhshme, disa të tjera thonë që nuk rritet sepse ulja e taksave paguan, domethënë është e vetë financuar. Po mirë, Nikola, më fal, a ka një përllogaritje të mirëfillt që disa thonë kështu dhe disa ashtu, domethënë kaq e vagët apo e vagut është ky ligj, domethënë nuk është qartësisht i përcaktuar në shifra? Po se varet nga mënyra se si përllogaritet dhe çfarë komponentësh përfshihen në këtë përllogaritje. Ka disa organizata të cilat thonë që janë të pavarura, që nxjerrin një shifër tek 3 trilion në mos gaboj, rritjen e borxhit, disa të tjera në 5 trilion. Për 10 vite të ardhshme. Disa të tjera në 5 trilion dollar. Ndaj është pak e paqartë, sepse varet se çfarë komponentësh fusin aty. E marrin për shembull në përllogaritjen e tyre, e marrin parasysh që ulja e taksave zhvillon ekonominë, janë të incentivat për sipërmarrje të tjera, rritet punësimi, të cilat më pas çojnë në rritjen e borxhit, në uljen e borxhit apo jo. Disa përllogaritje nuk e marrin parasysh
këtë gjë. Dhe ndaj është ky debati i caktuar. Këtu futet Elon Musk që thot, unë bëra punën time me ekipin tim, ne evidentuam disa prej gjërave që duheshin shkurtuar, disa prej shpenzimeve që duheshin bërë, dhe këto nuk janë marrë parasysh në këtë projekt ligj. Dhe këtu është, po themi, molla e sherit në dukje. Më pas, presidenti Trump thot nga ana e tij që këtu kemi të bëjmë me politik, me aktorë të ndryshëm politik, nuk kemi një shumicë të madhe në Senat apo në dhomën e përfaqësuesve dhe duhet të veprojmë me këto numra që kemi dhe nuk mund të fusim çdo gjë që ne duam. Trumpin e shohim më tepër si politikan në këtë rast, me dëshirën. Është bërë dhe Trumpi pas 10 vitesh në politikan. Ndërsa Elon Musk e shikon ende si një biznesmen. Në fakt, unë do doja të citoja edhe, le të themi, deklaratën apo pakënaqësinë e shprehur nga Elon Musk në llogarinë e tij në rrjetin social X në lidhje me këtë ligj. Më vjen keq, por thjesht nuk mund të duroj më. Ky projekt ligj i shpenzimeve të Kongresit është skandaloz dhe plot kotësi. Është një neveri. Turp për ata që e votuan, e dini që keni bërë gabim, e dini. Të dy në fakt edhe Trumpi dhe Musku karakterizohen nga shprehje të drejtë për drejta që nuk mënojnë t'i thonë në rrjetet e tyre sociale. Kjo ndoshta e bën më të nxehtë debatin, jo se nuk ka debate, nuk ka pasur debate edhe më parë, por zakonisht këto debate janë bërë në dyert të mbyllura. Për herë të parë i shohim konsiderata të tilla edhe të rënda, edhe akuza të dalin në dritë të diellit, në fakt edhe në kohë reale me shkëmbime batutash herë njëri herë tjetri, që e bëjnë edhe pak si telenovel të gjithë këtë dhe shumë emocionale dhe me adrenalinë të lartë. Por gjithsesi, për të pa kaluar te ky lloj shkëmbimi i ri dhe kjo shfaqje e re e realitetit, a ka të drejtë Musku në fund të ditës dhe a mjafton le të themi ky ligj që ai të largohet nga shtëpia e bardhë, ta lër Trumpin dhe ta sulmoj për më tepër atë? Shko, në pamje të parë kanë të dy të drejtë. Unë mendoj se edhe presidenti Trump ka të drejtë dhe Elon Musk ka të drejtë. Elon Musk ka të drejtë sepse thot atë që të gjithë ne konservatorët e kemi thënë prej kohësh dhe thot atë në cilën ne konservatorët besojmë, që është qeveria e kufizuar, ulja e shpenzimeve qeveritare për të ulur borxhin, për të ulur deficitin buxhetor, për të kthyer në një për të ndryshuar dhe qasjen që një qeveri nuk mund të shpenzojë shumë se të ardhurat që mbledh. Pra duhet të ketë disa prioritete dhe nuk mund të shpenzojë pafund, sepse më pas futemi në atë diskutimin që sa më e madhe të jetë qeveria dhe influenca e saj, aq më të vogla janë liritë e individit etj me radhë. Dhe ndaj zoti Musk ka të drejtë në këtë aspekt. Mjafton kjo që të prishet me presidentin Trump. Nuk e di nëse ka pasur diçka tjetër mes tyre, sepse u futën dhe te kjo historia e subvencioneve për kompanitë e zotit Musk, ku ai thot shumë në rregull që do miqni subvencionet mua, sepse parashikohet kjo në këtë ligjin që projektin që ka propozuar administrata e Trumpit, por thot në të njëjtën kohë duhet hiqni subvencionet edhe në industri të tjera. Ndërkohë presidenti Trump, duke qenë se edhe i dhan fitoren në zgjedhjet e vitit kaluar, i ka me merak këto industritë mbi cilat bazohet ekonomia e shteteve si Michigani, Pennsylvania, Wisconsini e tjerë, ai që njihet si ripi i ndryshkur, ku kanë qenë po themi këto uzinat, fabrikat, ajo industria tradicionale amerikane dhe prodhimit makinave e tjerë me radhë, dhe për ata nuk i ka hequr subvencionet, përkundrejse i ka shtuar. Elon Musk thot, nëse më heq mua subvencionet, dhe logjika është që duhet i heqim subvencionet në mënyrë që të shkurtojmë shpenzimet qeveritare, duhet i heqim subvencionet për të gjithë. Nuk mund t'i heqim vetëm për një sektor dhe t'ja lëmë sektori tjetër. Që sërish nga pikpamja e dikujt që besonte tregu i lirë, dhe këtu është një konflikt, futemi një konflikt edhe më të thellë pastaj, ose një debat edhe më të thellë mes libertarianëve dhe konservatorëve, ku njëra palë thotë që duhet jetë vetëm tregu i lirë, pala tjetër thotë që jo, duhet ketë disa industri prioritare ku shteti mund të ndërhyjë, sepse ka të bëjë me sigurinë kombëtare etj me radhë, kështu që është një debat edhe më i madh filozofik, po themi mes tyre dy rrymave të djathtës, që sot me sa duket po personifikohen me emra Elon Musk dhe Donald Trump. Po nuk e di nëse ka diçka më të thellë përtej pjesës filozofike dhe të politikave mes këtyre të dyve, dhe a mjafton kjo gjë për këtë përplasje. Duhet të kujtojmë edhe një gjë që janë si Elon Musk, si Donald Trump, janë dy figura me një personalitet dhe me një ego shumë të madhe.
dhe Elon Musk ndoshta e ka ndier veten edhe të lënë mënjan, puna e tij në një farë mënyrë edhe është hedhur poshtë e shkurtimeve qeveritare që ai propozoi, shkurtimeve të shpenzimeve qeveritare që ai dhe ekipi i tij gjetën në Shiko, por herë të së vërtetës nuk ishte një sipërmarrje e lehtë dhe pritet që do të kishte kundërshti të jashtëzakonshme, të dalësh kundër një mentaliteti, një mendësie që mbështetet nga miliarda, nga trilion dollar, dhe që një mënyrë funksionimi prej 10 vitesh nuk është e lehtë dhe sigurisht dihet që përplasja do të ishte e madhe. Po a do të funksionojë Doge, Departamenti i Efikasitetit Shtetëror, mendon ti, edhe në të ardhmen, apo pa maskun, apo nuk do të ketë më atë grintën edhe ishte, domethënë... Nuk mendoj. Nuk mendoj sepse keq më vjen ta them, po unë si një njeri që besoj në këto parimet e konservatorizmit, qeverisë e limituar, tregut lirë, e tjerë me radhë, më vjen keq të them që si republikanët, si demokratët, sa herë vinë në pushtet, nuk i kanë shumë për zemër ato që thonë kur janë në fushat apo kur janë në opozit. Dhe këtë gjë e kemi parë në mënyrë të vazhdueshme. Qeveria amerikane për shembull është rritur gjithmonë në madhësinë e saj, në fushën e veprimit të saj e tjerë me radhë. Nuk ka pasur ndonjë vullnet të shprehur nga asnjë nga dy dhomat e Kongresit amerikan, as nga senator, as nga në një mas të madhe, sepse figura sporadike ka që e thonë, por nuk ka pas ndonjë vullnet të një shumice bipartizane që të adresojnë këto shqetësime që ata thonë se i kanë. Po ti pyesësh, gjithë thonë që kanë shqetësim borxhin e madh, që po ka 36 trilion dollar, dhe këtë mendoja një ditë ndërkohë që shikoja këtë shifër, që borxhi amerikan ka shkuar 36 trilion, kur ne kemi filluar të bisedojmë së bashku në syrin e botës para 3 vitesh në mos gaboj, ka qenë 31 trilion, 30 ose 31 trilion dollar. Kështu që kemi parë 5 trilion dollar për gjatë gjithë emisioneve të syrit botës të borxhit amerikan, dhe nuk ka një vullnet të shprehur. Askush nuk do të preki ato që quhen entitlements, pra pagesat që shteti jep për kategori të ndryshme. Dikur e kanë pasur si kauzë, kanë pas për zemër dhe kanë qenë shumë të vendosur republikanët për këtë, shkurtimi i Medicare, Medicaid, pra të gjithë skemës së sigurimeve shëndetësore atje dhe të shërbimit shëndetësor që u jepet, apo shërbimit shëndetësor që u jepet njerëzve të pamundur për të punuar e tjerë me radhë, gjitha këto ata i quhen entitlements, dhe republikanët e kanë pas kauzë të tyre, këtë e kanë pas kandidatej edhe në 2012 me atë që u quhet lëvizja e çajit e Tea Party, që u dha edhe shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por me kalimin e viteve dhe ata e kanë haruar këtë gjë, reformimin e Medicare dhe Medicaid, dhe pam që dhe presidenti Trump kur ishte në fushat premtoi që nuk do t'i preki këto programe të mëdha qeveritare. Dhe fatkeqësisht ekonomia amerikane po arrin në këtë pikë ku është në një model ekonomik të paqëndrueshëm në afatgjat, me një borxh shumë të madh, i cili varet vetëm nga besueshmëria që aktorët në tregje ndërkombëtare dhe në ato amerikane kanë tek shteti amerikan. E thënë ndryshe, të gjithë mendojnë që shteti amerikan nuk do falimentojë, nuk do ta lërë njëri që të falimentojë. Vetëm ky besim e mban gjithë modelin ekonomik amerikan që ka funksionuar gjithë këto vite. Nuk po them që shfaq presidenti Trump, ai e gjeti këtë situatë. Barack Obama për shembull ka shtuar borxh në borxhin amerikan, ka shtuar sa të gjithë paraardhësit e tij të marrë së bashku. Imagjinoni çfarë shifre. Po receta ne kemi thënë dhe më përpara është vetëm një, është ulja e taksave, shkurtimi i shpenzimeve qeveritare dhe rikthimi te prodhimtaria. Tani ti kthehemi Elon Muskut, ai ishte të paktën gjatë zgjedhjeve një element sigurisht ekstra politik, vinte nga bota e biznesit dhe sigurisht nuk mund të linte mënjan dhe biznesin e tij sepse dukshim u kërcënua apo u krijuan probleme jo të vogla me biznesin e tij gjatë periudhës kur ai u vu në krye të Doge-it me shpatë në dorë për të reduktuar shpenzimet e administratës dhe për t'i vënë këto shpenzime në kontroll. Të paktën sipas rrjetit thuhet që ai mund të krijojë edhe një parti të re politike që ka synim të marrë elektoratin e mesit, pra të qendrës që konsiderohet 80% paktën sipas asaj që pretendohet. E sheh të mundur në kuadrin e traditës politike amerikane që një person i tillë të arrijë të krijojë një parti të re? Ai gja ishte një fenomen gjatë zgjedhjeve
edhe fenomen edhe pas zgjedhjeve. Si e sheh të ardhmen Elon Musku, do të zhduket në hiç ande nga erdhi, ose të paktën në temin do të futet do rikthehet në biznes, apo do ta vazhdoj këtë objektiv të tij për ndryshimin e situatës, por tashmë në një renditje tjetër politike? Këtu ka dy element. E para, ai ka bërë një sondazh në rrjetin e vet, në rrjetin X, ku 80% e ndoshta 4 milion njerëzve, 4.5 milion, diçka e tillë që kanë votuar aty, 80% thoshin që po ishin pro krijimit të një partie, po themi të qendrës, që të përfshijë gjithë atë që quhet në mes të dy ekstremeve, një ekstrem që mund të jetë në të djathtë dhe një ekstrem që mund të jetë në të majtë. Kjo është një pyetje abstrakte, është një pyetje në eter. Do ti që të ketë një parti që të përfaqësoj klasën e mesme? Po, dua një parti të tillë. Çdo njeri ose pjesa më e madhe siç tregon dhe ky sondazh, që është një sondazh shkencor, kuptohet, po gjithsesi kanë votuar një numër njerëzish, kërkojnë një parti që të përfaqësojë atë që quhet mainstreamin, mendimin që e ndajnë të gjithë, pra disa gjëra common sense, që u përpoq te presidenti Trump ta paraqiste si pjesë të filozofisë së tij në fushatën e vitit 2024. Elementi i dytë i kësaj është që në qoftë se kthehemi në realitet, pra ikim nga abstraktja, që po do ta donim këtë parti të përfaqësonte çështjet që duan shumica e amerikanëve atje apo e kujdo shoqërie tjetër. Në qoftë se kthehemi në realitet, unë mendoj që ka më pak se 0% shanse që të ndodhi një gjë e tillë. Është shumë e vështirë që të kesh një parti të tretë që të thyej këtë bipartitizëm që është prej shumë kohësh në Amerikë. Që prej fillimit ka qenë ky bipartitizmi amerikan, me emra të tjerë, me parti të tjera, ka qenë Partia Federaliste, pastaj partia me Partinë Federaliste, Partia Demokrat Republikane, pastaj këto të dyja pësuan ndryshimet e tyre deri në formën që jemi sot, që është Partia Republikane dhe Partia Demokratike. Partia Republikane ka pësuar një evoluim gjatë, sidomos gjatë dekadës së fundit. Më përpara ka pasur dhe konservator, dhe liberal, dhe më të moderuar brenda saj, ashtu siç Partia Demokratike Amerikane ka pasur dhe një fragment konservator, si Joe Manchin i Virginias për shembull, pa themi, dhe një përqindje shumë të lartë liberalësh dhe një përqindje progresistësh. Me kalimin e kohës, sidomos dekadën e fundit, ka ndodhur ky ndryshim në politikën amerikane, ku Partia Republikane është ose pjesa më e madhe konservatore, është kthyer një parti konservatore, ndërsa Partia Demokratike është bërë gjithmonë më shumë progresiste. Nuk shikoj që ka ndonjë shtys të madhe ose ndonjë sukses të madh të një partie të tretë. Në qoftë se duan ndryshimin të bëjnë siç e bën konservatorët që u grumbulluan rreth Partisë Republikane, progresistët rreth Partisë Demokratike dhe ajo pjesë liberale e djathtë ose e majtë është futur te këto ose është thyer një fraksion te këto dy parti të mëdha, sepse e shikojnë që ndryshimi është më i mundshëm brenda këtyre dy partive të establishmentit se sa të krijojnë një parti të tretë, sepse partitë të tjera kanë në Shtetet e Bashkuara, nuk është se janë vetëm dy parti, është Partia Libertariane, është Partia e Gjelbërt, Andrew Yang që garoi për president ka hapur një parti të qendrës pikërisht për të bërë këtë që thotë Elon Musk. Po nuk shikoj se ka një vullnet të njerëzve në bazë që të shkojnë në një parti tjetër. Edhe sepse votuesi bëhet edhe pragmatist, kur shkon te kutia e votimit dhe në fund ka njërës nga dy partit që ka më shumë shanse për të ardhur në pushtet. Kështu që edhe nëse zoti Musk e ka si plan, do ishte një plan afatgjatë që nuk e di mund të zgjaste për 10 vjet. Giorgia Meloni i deshën 10 vjet që partinë e saj e krijoi nga 2% ta çonte në 30%. Ndaj është varet dhe nga këmbgulja që do ketë Elon Musk, nga prioritetet e tij. Nuk më duket se është një njeri që ka prioritet. Po, duke sjell dobi, le të themi, dhe rezultat Trumpit gjatë fushatës, jo vetëm me paratë e tij, thash, por edhe me personalitetin, me mënyrën se si e shprehte energjinë, vizionin dhe objektivat e qarta, do të ishte për të ardhur keq që ai t'i mungonte skenës politike, por ndoshta kjo është politika, nuk e di tani. Megjithatë ai ka ndihmuar shumë dhe si biznesmen i mirë nuk besoj se ka dhënë diçka pa marr asgjë në këmbim. Do duhet ta shohim në vijim se si do të shkojë
ky muhabet i cili është bërë shumë i pranishëm në rrjetet sociale, ndonjëherë e shohim me humor, duket sikur janë dy persona me shumë afeksion në njëri tjetrin, janë atë krizën e tyre dhe tani hedhin të shara kështu që ti shkoj. Ndoshta dhe pajtohen. Kujto ja merrte mendja në 2016-ën që edhe populli amerikan, po bëj një analogji me Shqip, vetëm ata të mos zihen, por për ne nuk ka problem fare. Vetëm ata kemi. Dikush e komentonte dje në Twitter këtë gjën. Që vetëm ju jeni mirë, domethënë, por nuk ka problem se ne kemi taksat e larta. Ndoshta edhe një shfaqje. Gjërat ndryshojnë në politikë. Kujt ja merrte mendja në 2016-ën që Little Marco, siç e quante Donald Trump Marco Rubion, sot do ishte një nga njerëzit më të afërt të tij. J.D. Vance që quante nazist Donald Trumpin në 2016-ën, sot është krau i djathtë i tij. Ndaj nuk do habitesh sikur të pajtoheshin prapë një të ardhmë të afërt. Pra Nikola, më vjen keq, unë jam gazetare, ti merresh me politikë dhe politikan, po nuk është se ka shumë moral në politikë, por gjithsesi kur piqen ca kushte të caktuara edhe për të mirën e të gjithëve, domethënë, bëhen ca. Unë do doja shumë që të pajtoheshin sërish. Gjithashtu Nikola, jo atë. Dy asete të jashtëzakonshme, edhe amerikane dhe botërore. Seriozisht na bën që të besojmë dhe të ndrojmë sërish, domethënë paktën flas personalisht, domethënë po e di që edhe ti je në këtë linjë. Po, pa diskutim. Thjesht një fjali për ta mbyllur këtë argumentin, zoti Trump është drejtues i një lëvizje që po ndryshon gjithë mënyrën e organizimit të shtetit amerikan dhe po jep kontributin e tij si drejtues i kësaj lëvizje dhe për të ndryshuar rendin botror dhe për të forcuar, po themi, këtë Pax Americanën e pas luftës së dytë botërore, tashmë me kushte të tjera. Elon Musk ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në rikthimin e fjalës së lirë, që shkon përtej dhe të djathtës, po është për të gjithë, domethënë, me blerin që i bëri Twitterit tashmë X-it dhe me rikthimin e lirisë së fjalës aty dhe kthimin e saj në një arenë virtuale të debatit. Edhe ndoshta debati i tyre apo le të themi konflikt që të del dhe publikisht tregon edhe një vlerë të republikanëve, sepse i nxjerrin gjërat në dritë të diellit dhe njerëzit i gjykojnë pastaj, nuk është se i fshehin nëpër anale, nëpër skuta, i mbajnë të fsheta. Tregojnë edhe që janë individ me integritetin, me personalitetin e tyre të fortë. Kjo do të thotë që përplasjet janë të pashmangshme, por ama kanë një argument, kanë dhe kurajon të thonë gjërat hapur, ndryshe nga demokratët që kanë përshtypjen janë individ që futen më kollaj në kuti, janë më politikisht korrekt dhe sigurisht i binden një lideri pa më dyshje. Ndoshta kjo ka të bëjë me karakterin e njerëzve, diku shkojnë majtas, djathtas, pikërisht sepse mishëron edhe karakteristika të tilla personale. Unë e them shpesh që nuk mund të, nëse je i majt, nuk mund të kamuflohesh dot edhe të shtiresh si idiot, sepse del në pajo. Edhe nëse je idiot, je sepse nuk je për konvencion. Ose se të detyron dikush. I ndjen disa gjëra, është mënyrë të sjellur, është mënyrë jetese, dhe ti e gjen veten të pozicionuar, të rreshtuar në krahun e djathtë, në konservatorizëm apo në gjitha rrymat që mund të ketë djathta. Prandaj është një gjë e lindur ajo. Ose je tip si Musk, Trump apo gjithë të djathtët e tjerë që kanë atë personalitetin e tyre, kanë mënyrën e drejtë për drejtë të sjellurit, nuk vjen dot në rresht, kanë lirinë mbi të gjitha. Lirinë e individit e djathta. Po duke respektuar lirinë personale, duan që edhe të tjerët ta gëzojnë këtë liri edhe të respektohet edhe të tjerëve liria, sepse duhet nisesh nga një premisë personale për ta shtrirë më tej. Kam përshtypjen. Po objektivi të dyve është i njëjtë. Ndoshta ndryshon mënyra se si shkojmë në ato objektiv e Trumpit dhe Muskut. Flas, po objektivi është i njëjtë, kam përshtypjen për të dy. Gjithsesi, siç e thash, ky është një proces, ka rrugtimi është i gjatë, ka edhe ato përplasjet e veta apo situatat çarjet, po që e rëndësishme është ecet përpara. Do shkojmë tani një vit e ca më parë, ne të dy në Syrin e Botës kemi diskutuar për, le të themi, atë situatën me të cilin qeverisi Biden, sidomos në 2 vitet e fundit të presidencës tij. U diskutua shumë, u bë fatkeqësisht edhe ra në qendër të vëmendjes, në qendër të shakave apo të humorit, nuk është as pak për humor në fund të ditës, le të themi ajo përgjumja apo demenca e tij. Dhe së fundi, Trump në rrjetet sociale, në rrjetin Truth, ka postuar jo një diçka të tin, po të dikujt tjetër, që tingëllon si teori konspirative, që është ekzekutuar në 2020 dhe Amerika është drejtuar nga një robot apo inteligjencë artificiale etj. Ka
dhe një hapje hetimesh në lidhje me atë që konsiderohet si një skandal i madh nëse do të vërtetohet si i tillë për autopenën, pra kush i ka firmosur urdhrat ekzekutiv apo dhe ligjet e tjera që i ka në dorë presidenti gjatë viteve të Biden në pushtet, nëse ai nuk ka qenë në gjendje të mirë. E heqim më njanë këtë teorinë e konspiracionit, por në gjendje të mirë ai nuk ka qenë gjithsesi. Çfarë mund të më thuash për gjithë këtë situatë? E para, ndërkohë që shumë të tjerë edhe në Shqipëri merrnin shumë seriozisht presidentin Biden, ne kemi diskutuar her pas here dhe ne kemi qenë ndër të parët që kemi thënë këtu të paktën në Shqipëri që ka diçka që nuk shkon. Ky zotëri që mund të ketë pas një karrierë shumë të nderuar, shumë të respektuar e tjerë me radhë, nuk duket se i ka të gjitha fakultetet mendore në vend. Ka një problem këtu, ka diçka që nuk shkon. Nuk duhet marrë dhe kaq seriozisht çdo gjë që ai thot apo bën apo tjerë me radhë. Dhe kemi ngritur dhe pyetjen kush është personi ose personat që janë duke qeverisur Shtetet e Bashkuara, këtë superfuqi botërore. Dhe me sa duket se po shkojmë drejt vërtetimit të kësaj teze që nuk ka qenë presidenti Biden ai që ka marrë vendimet për gjatë 4 viteve në Shtëpinë e Bardhë. Nëse do të ishte e vërtetë apo jo? Po duket se këtu po shkojmë drejt vërtetimit të kësaj teze që nuk ka qenë ky individ që ishte që ulej në atë që quhet Resolute Desk, pra në tryezën në dhomën ovale, por kanë qenë të tjerë stafit i figurat të tjera të Partisë Demokratike Amerikane që po themi kanë drejtuar Shtetet e Bashkuara në 4 vjeçar dhe kanë marrë për butallënj gjithë popullin amerikan, sepse ndërkohë që kishte figura në Shtetet e Bashkuara që ngrinin dyshimet e tyre për atë që po ndodhte dhe që është apo s'është Bideni ai që i merr vendimet, administrata e Bidenit thoshti që këto janë teori konspiracioni. Po ndryshimi mes teorisë konspiracionit dhe të vërtetës, me sa duket që nga një distancë kohore për 6 muajsh, sepse e vërteta del në fund dhe me sa duket e vërteta pas ka qenë që nuk i merrte ai vendimet. Dhe një nga provat për këtë është ky skandali që ju përmendët i autopenës, që është për ta thënë shumë thjesht është si nënshkrimi elektronik. Në rastet kur presidenti nuk është i pranishëm, por duhet firmosur apo për një arsye ose tjetër nuk është fizikisht për të firmosur, sepse nuk ka arsye tjetër pse duhet të përdoret kjo, kanë këtë firmën automatike të presidentit që firmosin këto urdhrat ekzekutive apo vendimet të tjera të tij. Problemi qëndron që kjo autopena me sa duket është përdorur në një numër jashtëzakonisht të madh, më shumë se gjysma e vendimeve ekzekutive të presidentit Trump, ndjes Biden, janë firmosur me këtë nënshkrimin elektronik të tij dhe nuk i ka firmos vetë presidenti. Pyetja lind, pse është dashur që të mohohet situata e tij? Jo, pse është dashur në radhë të parë, domethënë pse është dashur që të përdoret ky nënshkrim elektronik kur presidenti Biden ka qenë në krye të detyrës, nëse s'ka pas asnjë problem. Dhe dyta, kush do mbaj përgjegjësi për gjithë këtë cover up? Pra, jo, i bie që në shumë çështje përfshirë edhe le të themi paratë çuara në Ukrainë dhe jo vetëm janë bërë jo nga presidenti, por nga persona të tjerë, pra edhe faljet që bërin në fund fare. Po. Edhe faljet ditën e fundit të presidencës për djalin e tij, për gjithë familjen e tij, për Faucin apo të tjerë. Për të gjithë. Dhe këtu pastaj është diskutimi është edhe më i thellë, është edhe kushtetues. Kanë vlerë këto falje apo këto vendime ekzekutive që presidenti Biden ka, po themi në thonjza, ka firmosur nëpërmjet të nënshkrimit elektronik, nëse vërtetohet që nuk ka qenë ai në një pjesë të konsiderueshme të tyre, ndoshta ai nuk ka qenë i vetëdijshëm e i ndërgjegjshëm për çfarë po firmosej ose çfarë po firmosej në emër të tij. Po gjithsesi populli amerikan nuk votoi për një autopen, se i bie që të kenë votuar për një autopen pastaj. Në 2020 nuk votoi për një autopen, por u gjet me një autopen në Shtëpinë e Bardhë. 2017-2021 ka qeverisë presidenti Trump, 2021 ndjes 2025 ka qeverisur një grup njerëzish, burokratësh, që nuk e di njeri se kush janë dhe që nuk mbajnë përgjegjësi dhe që nuk kanë marrë. Cilat janë synimet e tyre?
dhe cilat kanë qenë synimet. Ky mund të jetë skandali më i madh në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në 250 vite histori, më i madh se Watergate. Absolutisht. Sepse këtu kemi pasur ky ka qenë vërtet një konspiracion i disa njerëzve në Partinë Demokratike Amerikane, në të majtën amerikane, për të pasur një njeri që nuk ishte në vedije të plot në shumicën e rasteve, për ta kontrolluar dhe për të shtyrë ata përpara agjendat e tyre nëpërmjet këtij individit që ishte i sëmur. Këtu natyrisht pastaj për pjesën morale ka faj familja e tij, gruaja e vet që nuk e di, pas kanë qenë njerëz të pashpirt, që një njeri të sëmur ata e kanë përdorur në këtë mënyrë. Gjithmonë nëse nuk është e vërtet ajo që thuhet në rrjetin social të Trumpit, po këtë s'mund ta themi ne, po gjithsesi meqense ka shkruar ai aty, ne thjesht e diskutojmë, ndoshta edhe me not humori, patjetër, po që nëse do ishte vërtet do të ishte shumë e rëndë. Pa diskutim. Po mendoj se presidenti Trump i pëlqen që të provokojë her pas here dhe ti provokoj, po edhe ti pickoj pak këta të majtët amerikanë që pickojnë fare lehtë edhe suret gjithë pastaj dhe i kërcasen përpjet. I marrin për vërteta. Se të duhet thënë majta amerikane është sot pa një lider, është në shkretëtirë, është totalisht e humbur, nuk ka një program, nuk ka një vizion të qartë, nuk është një alternativë më për Amerikën, nuk di njëri se për çfarë parimesh kanë këta njerëz që janë atë partitë të majtës amerikane. Ka një luftë aty brenda mes progresistëve, liberalëve. Po, ndërkohë që Trumpi vjen nga bota e biznesit, ka marrë pjesë në botën e spektaklit, ai tregon që në shumë raste është dhe vërtet një politikan i jashtëzakonshëm, ditë sillet brenda kornizave, le të themi, politike, siç është edhe takimi i fundit në Shtëpinë e Bardhë me kancelarin e ri të Gjermanisë, Friedrich Merz. Mua më duk shumë interesant edhe si takim me gjithë simbolikat që pati dhe shkëmbimet. Ty si të duk? Po, unë kështu si një vëzhgues një vendi të vogël në Europë, të them të drejtën, më pëlqefi. Sepse unë mendoj dhe ne kemi diskutuar dhe së bashku dhe i qëndroj kësaj ideje që perëndimi NATO po të doni si organizata më e madhe e sigurisë qëndron mbi dy shtylla. Nuk mund të qëndrojë mbi një. Qëndron mbi dy shtyllat nga dy anët e Atlantikut, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njërën anë dhe në Europën në anën tjetër. Mendoj që ishte një takim i mirë i të dy liderëve, të dy me çfarë nga deklaratat ishin të kënaqur mbi ato që kishin diskutuar publikisht dhe privatisht. Ka një dakordsi, kam përshtypjen unë për të ardhmen e kësaj aleance transatlantike. Dhe mendoj se presidenti Trump Presidenti Trump është një individ që vlerëson forcën. Sa herë ka përballë njerëz të fortë me karaktere të forta apo nga shtete të mëdha, shtete të forta, ai e vlerëson këtë gjë dhe mendoj se këtë pa dhe tek Friedrich Merz dhe tek Gjermania, i shikon një partner të fortë dhe rruga që ka zgjedhur Trump është të bashkëveproj me liderët e vendeve të Bashkimit Evropian, duke në një farë mënyrë duke t'i kaluar këta burokratët e pazgjedhur si Ursula von der Leyen. Sepse për i vërtetës Gjermania është edhe shteti më i fortë në Europë dhe padyshim është përfaqësuar. Ka qenë dhe është do të jetë praktikisht. Unë, pavarësisht se ata qeverisin me të majtën atje, unë jam një fan si Bashkimit të djathtës dhe mendoj se djathta sa herë bashkohet me të gjitha rrymat e saj, me të gjitha fragmentet që ka prodhon progres. I një program të përbashkët prodhon gjithmonë gjëra të mira, forcon shtetet, forcon kombet dhe mendoj ajo do ishte rruga e dur, por gjithsesi mendoj që zoti Merz është shumë më konservator se sa paraardhësit e tij. Nikola, ishte shumë kënaqësi që të pata në